Përshëndetje të dashur shikues të Beauty me Ericën. Jemi ritaku edhe këtë fundjavë ku sot për juve kom i sjell trendet më të fundit të grimit. Kur flasim të trendet, patjetër që Sephora dhe produktet nga Sephora janë pjesë e këtyre trendeve. Kom pas rastin me marrë disa produkte të reja, të cilat kemi mishpalos bashkë këtu në Beauty me Ericën. Si e kam kriju këtë grim edhe çka mendoj për këto produkte, ishini në vazhdim. Every night, holding tight, won't let me get out of my bed. I might be high, but since last night, nothing feels the same. I finally understand, I have no control in the end. Për fondatinë e kom përdor Easy Blur prej Huda Beauty. Kjo është nuanca e saktë që e kom përdor 300N. Edhe po vazhdojmë direkt me kontura. Për kontura kemi vazhdu me Sephora Make It Bronze, është kë bronzeri i langshëm në formë të stikut. Kjo është nuanca 02. Edhe e pëlqej zakonisht këtë produkt me përdor në përditshmëri, e ka një nuancë shumë të bukur, duket shumë natyrale dhe është goxha e lehtë me u përhap si produkt. Vazhdojmë ta përhapim me një brush. Tashmë e dini që gjithmonë preferoj me përdor një bronzer të langshëm në rutinën time. Mendoj që shumë e lehtë me u shkri, duket shumë më natyral në lëkurë se sa bronzerat që janë në formë të pudrës. Kryesisht përdori bronzerat të langshëm si ky është një prej të preferuarve të mi. Edhe po mundeni me pa që për pak sekonda e shkrin komplet produktin, edhe nuanca është goxha e njëtrajtshme në të gjithë fytyrën. Tek pjesa e hundës, zakonisht e përdori një brush pak ma të vogël që me qenë ma preciz. Po vazhdojmë me korektor. Ky produkt nuk është një produkt i panjohur ose i ri për juve. E kam marrë në paketim të ri, mirë po. E kom përmendë dhe ma herët tek ju, është korektori prej Hourglass. Nuanca numër 5. Ky është fut tek korektorat e mi të preferuar, sepse po m'pëlqen shumë që shpodoket në lëkurë. Një tjetër produkt ose korektor tjetër që e përmendi shpesh këtu në Beauty me Ericën është ky prej Tarte. Edhe së fundmi, me që jemi të disa produkte të reja që i kom marrë prej Sephoras, ky është një nga ato produktet e reja që e kanë për momentin në ofertë. Edhe hyn tek ato kombinimet që këta zakonisht i bojnë në prag të festave. E mira e kësaj është me një matematik të vogël, themi që e bojmë ne vajzat kur vjen puna tek produktet e grimit. Me çmimin e korektorit ju vije falas edhe një buzëkuq. Edhe për ma tepër, buzëkuqi është shumë i mirë, përveç që e ka këtë paketimin super simpatik, edhe nuanca dhe produkti është shumë i mirë. Kështu që ishte një prej atyre kombinimeve që kur ta keni rastin ta vizitoni Sephora, po ja vlejke me bo. Gjithashtu nuanca për fatin tem e korektorit është pikërisht nuanca 29N që e përdori unë në përditshmëri, kështu që ishte një prej atyre ofertave të cilave po ja vlejke me marë. Po, si do shof, do vazhdoj me këtë korektorin prej Hourglass, sepse kohëve të fundit po m'pëlqen ma shumë se sa ky prej Tarte. Ai Tarte ka pak ma shumë mbulueshmëri, po ky është pak ma hidratus tek pjesa poshtë syve, po edhe nuk bën shumë kompromis tek pjesa e mbulueshmërisë as kë.
e vendosa pak në këto zona ku pëlqej me pas korektore dhe me një sfungjer të cilin e kam lag pak para prakisht. Fillojmë duke e përhap. Pas korektorit po vazhdojmë direkt me pudër, edhe tash kalojmë tek një pjesë interesante. Kom përmend disa herë në Beauty me Ricën që sapo ta kem rastin ta blej këtë produktin e ri prej Huda Beautyt, do e marr edhe tash e pata rastin me e marr live. Këtu i kemi dy nuancat, është kjo nuanca klasike e pudrës së Huda Beautyt që ka tash e sa kohë që e përdori, që është Cherry Blossom Cake, po ju a demonstroj të dyjat, veç me pa ju dallimin dhe me ditë kur do që ta keni mundësin me ble produktin, se si duken të dyja. Kjo është Cherry Blossom Cake, e ka një nuancë ngjyrë pembe të lehtë, po mundeni me pa, produkti është ende i ri, e ka këtë pjesën si një rjetë në cilën e qetë pastaj produktin edhe mundesh me përdor. Kurse produkti ma i ri në kuadër të Huda Beautyt edhe të pudrave Easy Bake është ky që quhet Easy Bake Duo. E veçanta e këtij produkti, tash po mundeni me pa pak edhe te paketimi ka pak disa ndryshime nëse e krahasojmë me paketimin e vjetër që nuk ka ndonjë logo ose diçka brenda, po shihet që këtë produkt e kanë kostumizu, e kanë rregullu hala ma shumë se sa produktet e kaluara. Dallimin e parë që mundeni me vrejt është tek pjesa e paketimit, ky e ka një lloj shkëlqimi, kurse ky tjetri i vjetri është komplet mat. Edhe e veçanta e kësaj pudre është që i kombinon dy nuanca në një. Pra, nuk është vetëm një nuancë, po janë dy, po shpresoj që mundeni me dallu prej kamerës këtë dallimin prej pudrës që e ka vetëm një nuancë me këtë që i ka dy nuanca. Njërën anë e ka nuancën Cherry Blossom Cake, pra e njëjta sikur kjo e para që ju a tregova, edhe kurse tjetra e ka nuancën Peach Pie. Pra njëra është më pink, tjetra është më ngjyrë pjeshke. Edhe këtë pjesën e mekanizmit e ka pak më të veçantë, sepse i kombinon, mundesh me përdor edhe vetëm njërën nuancë nëse veç dëshironi me shku me njërën specifike, ose mund ta bëni këtë kombinimin mes dy nuancave. Patjetër që sot do e bëj këtë kombinimin mes dy nuancave që ta shohim dallimin në lëkurë se si do duket kur ta aplikojmë. Po aplikoj kështu pak prej të dy nuancave. Po i miksoj pak kështu me një brush që me pasat rezultatin ma të mirë mes të dy pudrave, dhe ta që të shohim tek pjesa e syve a ka me pas ndonjë dallim kombinimi i këtyre dy nuancave. Kombinimi nuk është i rastësishëm. Kur vjen puna te grimi, nuancat edhe nëntonet e produkteve kanë shumë rëndësi në rezultatin që japin në fund. Nuanca ngjyrë pink apo pudra pembe e lehtë zakonisht jep një pamje ma të ndritur poshtë syve për shkak të pigmenteve pink që ka, kurse nuanca ngjyrë pjeshke rregullon ndonjë nëse kemi poshtë syve rreth të errët, i ndihmon atyre me u duk pak ma të ndritur, i ndryshon ato nëntonet e errta, duke i bo me u duk pak më të hapura në pamje të parë.
konsistencën si produkt e ka njëjtë, sikur kjo pudra tjetër nuk po dalloj diçka në gjatë procesit të aplikimit. Në lëkurë po duket e njëjtë. Pak ndoshta një dallim në aromë, për shkak që janë miksu dy nuancat e tjera, po gjithsesi edhe aromën e ka shumë të këndshme. Mendoj që është një ide goxha interesante e kombinimit të dy nuancave. Tek pjesa poshtë syve po duken goxha të ndritura, ndoshta po e vrej pak një dallim prej pudrës Cherry Blossom, pra nëse do e përdornim vetëm këtë nuancë në krahasim me këtë pudrën që i ka të dyjat. Pjesa poshtë syve po më duket pak më e ndritur, ndoshta jo një dallim shumë drastik, edhe pjesa tjetër duket njësoj, pjesa e pudrës duket që me të vërtetë ka krijuar efektin blurring, pra i redukon dukshëm pamjen e poreve, lëkura duket goxha mat, edhe në përgjithësi ajo cilësia e pudrës Huda Beauty duket qartas edhe me këtë produktin tjetër, kështu që e kalon testin. Më pëlqen shumë edhe paketimi, edhe kjo inovacioni mes të dy nuancave, po besoj që ndonjëherë tjetër do e provoj edhe vetëm nuancën pjeshk, pasi që nuancën Cherry Blossom veç e përdori në përditshmëri, prej se e kom provu si nuancë, është bo një prej të preferuareve të mia, kështu që herën tjetër do e provojmë edhe nuancën vetëm pjeshk, që me pa a ka ndonjë dallim të dukshëm tek pjesa poshtë syve, dhe po besoj që për juve që keni probleme rreth e zënj poshtë syve, mundet me qenë një nuancë më e përshtatshme për juve. Tash mundemi me vazhdu me blush ose tek pjesa e vetullave, po vazhdoj njëherë me pjesën e vetullave, edhe pastaj mundemi me u fokusu te pjesët e tjera të fytyrës. Si gjithherë, lapsin prej L'Oreal. Tash këtë e kam marrë të ri, është një prej atyre produkteve që mas shpeshti duhet me rible, për shkak që është ai produkti që e përdori çdo ditë, edhe me të vërtet më duhet shumë shpesh me ble të ri se më harxhohet. Po është një nga ato produkte që asnjëherë nuk më lë në baltë. E di që gjithmonë rezultatin e kam tek pjesa e vetullave fantastik me këtë produkt. Edhe gjithmonë shkoj për nuancën light brunette. Është një ngjyrë kafe e lehtë që duket shumë bukur tek vetullat e mia. Ka sa i përket formësimit të vetullave, po aplikoj edhe pak gel për vetulla që të fiksojmë në vend. Jam duke e përdor Super Lock prej Maybelline.
Deri tash baza po duket mjaft bukur, është koha për një produkt të ri. Si fillim po e vendosi pak setting spray, kjo është prej Polly Pocket bashkëpunimi me Essence. Ta redukojmë pak atë pamjen e tepër të pudrës, kështu duket lëkura shumë ma e hidratume dhe ma natyrale. Është koha për blush edhe jam mes dy produkteve të reja që i kom marrë. Njëra është prej Say dhe është hera parë që blej diçka prej këtij brendi, se realisht nuk e kom pa ma heret në Europë, po me që se isha në Dubai, atje e kishin si brand, edhe pastaj blush prej Giorgio Armanit që e keni pa shumë herë tek Beauty me Erisën, mirë po e veçanta e këtij është që është një nuancë e re. Kjo është nuanca 50.5, edhe kushdo që e përcjell Beauty me Erisën me vëmendje, dini që nuancën tjetër, që ishte nuanca numër 30 prej Giorgio Armanit, e miksoj shumë shpesh me një blush në ngjyrë të pembe të lehtë që me krijuat nuancën e dëshiruar. Edhe u surprizova kur e pash që veç e kanë qatë nuancën që unë po e miksoj gjithmonë, pra kjo është një gërshetim mes një nuancë e ngjyrë portokalt me një nuancë të pembe të lehtë, dhe është fiks ajo nuanca që e pëlqej dhe gjithashtu e pëlqej shumë si formulë, kështu që ishte një blerje që se mendova 2 herë. Edhe pastaj ky është produkti prej Say, kjo është nuanca Rosy, edhe kjo është një mes i dy nuancave ngjyrë pjeshk edhe ngjyrë pembe të lehtë. Tash kohëve të fundit, ndoshta po mundeni edhe me pa prej përzgjedhjes së nuancave, po e pëlqej një blush që është një mes të dyjave, pra një pembe e lehtë me një portokall të lehtë, po duket shumë më natyrale në lëkurë sesa një blush që është shumë e portokallt ose shumë e pembe. Për sot po vazhdoj me Giorgio Armani, pra e përmenda që është nuanca 50.5, edhe po e aplikoj kështu direkt në lëkurë. Si produkt jep goxha shkëlqim lëkurës, nuk është një prej atyre blush që duket mat në lëkurë, edhe realisht nuk e pëlqej fare blush me qenë mat, për qatë arsye përdori gjithmonë blush të langshëm, sepse kemi vendos veç se mjaftueshëm pudra në fytyrë, tek pjesa e blush e pëlqej me pas pak ma shumë shkëlqim edhe mos me u dok lëkura shumë mat. Tash që veç e shkriva, po mundeni me pa këtë nuancën e blush që është një mes të pembës edhe një nuancë e portokallt, edhe duket goxha natyrale në lëkurë. Vazhdojmë me pjesën e syve. Tek syt nuk kemi ndonjë paletë të re, po vazhdoj me I Need a Nude prej Natasha Denonës. Unë nisa me atë mendimin që do e marrë një paletë të re që ka lancu Natasha Denona, po për çudi nuk ishte prezente në Dubai, në pjesën e Sephorës së Dubait, pra nuk pata mundësin me marrë, edhe gjithashtu isha në kërkim të një palete të re prej Makeup by Mario, po asajo nuk ishte arrit ende. Kështu që për momentin po shkoj me këtë paletën prej Natasha Denona, që me të vërtet i ka hije të syve shumë kualitative, hin tek ato produktet që janë më të kushtueshme, po me të vërtet për kualitetin që kanë ja vlen edhe çmimi, sepse kanë një zgjat një kohë shumë të gjatë, kanë shumë pigment edhe rrin shumë bukur në pjesën e syve. Edhe zakonisht i bën disa kombinime shumë të bukura të nuancave. Biles tash është bo pak më e qasshme, më ekonomike, sepse në fillim e mbaj mend që paletat e
Natasha Deronas kanë qenë me një çmim shumë herë më të lartë, sesa këto paletat e reja që janë mesatare, do thoja unë. Po vazhdojmë me një ngjyrë kafe të ngrohtë. Tash pjesa e vjeshtës si ka këtu nuancat. Ngjyrë kafe të ngrohtë, zakonisht nuk e mendoj shumë këtë pjesën e nuancave që do I kombinoj për sy, sepse vjeshta ta imponon me përdorë kësi nuanca ngjyrë toke, të ngrohta, shkojnë me stilin edhe shkojnë me veshjet. Sot po aplikoj shumë pak një shkëlqim, pak dixa këtu në fillim. Edhe me një nuancë ngjyrë kafe më të errët e krijojmë iluzionin e një mini lajneri, duke përdorë hijet e mbyllta. Sidomos për fillestar është një mënyrë shumë e lehtë për me kriju lajnerin, edhe mundeni me korrigju shumë ma lehtë nëse gaboni diçka rrugës. Gjithashtu duket edhe goxha ma natyrale për përditshmëri se sa lajneri klasik që jemi mësu me pa ngjyrë kafe. Tash mundemi me vazhdu me maskarë. Tek pjesa e maskarës dyshoj që kemi me pas për një kohë shumë të gjatë ndonjë risi, si gjithmonë L'Oreal Lash Paradise, versioni rezistent ndaj ujit. Shpresoj që asnjëherë nuk e largojmë prej tregut L'Oreali këtë produkt, sepse nganjëherë e dim që me produktet e grimit, në varësi të shitjes edhe sa performon si produkt, ka nganjëherë kësi lloj ndryshimesh, po për tipin tim të çerpikëve, kjo maskarë më është përshtatshëm. Edhe nuk e kam ndryshu prej se e kam zbulu. Kam provu her pas here maskarat të tjera, po për tipin tim të çerpikut, unë I kam goxha të gjatë çerpik natyral, po shumë të drejtë, edhe nuk qëndrojnë kështu lartë me çfarë do maskare tjetër, duhet me patjetër me qenë rezistente ndaj ujit. Është shumë ma e vështirë me u largu prej çerpikëve kur është rezistente ndaj ujit, po gjithmonë e përdori një pastrues vajor për çerpik edhe nuk duhet pastaj edhe shumë forcë për me largu. Do I aplikojmë edhe një palë çerpik artificial. Këto janë 2 sete të reja të çerpikëve që I kam marrë gjatë kohës se isha atje, edhe mu dokën të dyja shumë interesante. Këto mendova që e kanë gjicin e vetë, po për fat keq nuk e kishim, pra nëse vendosim ja apliku, duhet me ja apliku vetë gjicin. Edhe këto janë ato çerpik klasik ku dokshin shumë natyrale. Po, mendoj që do vazhdoj me këta çerpikët që janë kështu si vije plot. Mjafton me apliku pak ngjitës, edhe mundesh pastaj me apliku direkt në pjesën e syve. Çerpikët artificial në përgjithësi e plotësojnë shumë grimin, edhe grimin e përditshëm edhe atë grimin pak ma të rëndum, e bojnë mu dok shumë ma bukur. Po dhe lunë rol shumë për zgjedhja e çerpikëve, çfarë tipit çerpikëve po dëshirojmë apliku. Ka çerpik artificial që me të vërtet
janë goxha të plot edhe kur të aplikohen në sy duken shumë dramatik, mundën mos me qenë shumë të përshtatshëm për ditëshmëri ose e kundërta. Kështu që duhet ta keni gjithmonë këtë gjë parasysh se çfarë lloj çerpiku artificial po aplikoni. Jam duke aplikuar një shtresë të hollë të ngjitësit, të cilin e loj me u tha për rreth 30 sekonda. Fillon e ndryshon në ngjyrë sa po fillon të thahet, kështu që mundeni me ditë se kur është gati. Në ndërkohë do e aplikoj pak laps për buzë, të shkoj me Mimo nuanca 002. Për buzëkuq do e aplikojmë atë buzëkuqin që ju tregova në fillim prej Tarte. Kjo është Juicy Lip prej Tarte dhe është nuanca Candy Cane. Kjo me sigurt nëse kjo është një nuancë e veçantë për festa, sepse nganjëherë brendet e grimit bojnë produktet veçanta në prag të festave, sepse është një prej atyre dhuratave ma të qëllume, do thoja, sidomos për vajza, me përdor ose me sjell si dhuratë për dikënd një produkt të grimit, se shumicën e rasteve para pëlqehet. Po vazhdoj me i apliku çerpik artificial, sepse ngjitësive që është tho. Sa bukur e plotësuam pjesën e syve, po duken shumë natyral edhe janë goxha të lehtë, kështu që edhe në përditshmëri keni me pas shumë të lehtë me i apliku. Sa herë që kam rastin me qenë diku jashtë Kosovës, ku për fat keq ka pak ma shumë zgjedhje sa i përket grimit, çerpikët artificial janë një prej atyre produkteve që gjithmonë ma marrin syrin, edhe nëse shoh diçka që e di që nuk e kemi në Kosovë, kam prirje me e ble, sepse sidomos çerpikët artificial janë një prej atyre produkteve që i përdori gjatë gjithë kohës. Kur jemi tek produktet e reja, e kemi edhe këtë shkëlqyesin për buzë prej Summer Fridays. Summer Fridays është një brand që e kom përmend shumë herë tek Beauty Merisën, e sidomos këtë Lip Butter Balm është një prej atyre produkteve që them kështu ma ka marrë zemrën, gjithmonë po e ble ose ndonjë nuancë të re, ose po marrë sërish si produkt, sepse është një prej atyre produkteve që unë e përdori shumë në përditshmëri, shumë e lehtë veç me fut në çantë dhe gjatë ditës kur ke nevojë për me i hidratu ma shumë buzët, është ai produkti ideal. Kjo nuancë është nuanca Pink Guava, është një prej atyre nuancave të reja që e kanë lancu. Realisht ka goxha shumë nuanca tash si produkt, kam fillu me pak nuanca dhe tash e kanë zgjeru gjithë herë më shumë. Përveç që dallojnë në ngjyrë, e kanë edhe një aromë të specifike ose një shije specifike se cila nuancë ku gjithë se cili mundet me gjetë vetëm. Po shpresoj që kanë me dalë edhe me një nuancë në ngjyrë kafe të lehtë, po që në tonet i ka pak ma të ngrohta, sepse janë realisht dy nuanca për momentin ngjyrë kafe, po janë goxha të errta, nuk është që më kanë pëlqyer shumë për përditshmëri. Mirë, po gjithmonë e pëlqej një shkëlqyes për buzë me nuanca ngjyrë pink, kështu që po e provojmë edhe këtë, ta shohim se si duket në buzë. Aromën e pas ka shumë të këndshme. Nuk isha ditë qysh me përshkru, po ndoshta si diçka e ëmbël.
e ka fiksat nuancën ose atë shkëlqimin pembe të lehtë, që po e pëlqesha shumë si kombinim të buzëve. Edhe mendoj që kaq sa i përket këtij grimi sot me produkte të reja. Prej atyre që i provuam, mendoj që pudra e Huda Beauty't, pra kjo pudra me 2 nuanca është definitivisht një produkt që ja vlen me pas në koleksionin e grimit, edhe po besoj që pasi që ta mbaroj këtë produkt, ka me qenë ai produkti që ka me marrë sërisht, edhe do thoja patjetër Summer Fridays, kjo nuanca e re, po më pëlqen shumë. Edhe mendoj që kemi me pas me patjetër në koleksionin tim të grimit. Faleminderit shumë që na ndoqët deri tash këtu në Beauty me Erisën, si gjithherë, për kujdesem që me i sjell më të fundit sa i përket grimit edhe trendeve të grimit. Vazhdoni më na ndjek se kemi edhe materiale të tjera të përgatitura enkas për juve.